Në vitet e fundit, diplomacia shqiptare po dëshmon një qasje të re, më të hapur dhe më pragmatike ndaj shqiptarëve në rajon, veçanërisht në luginën e Preshevës. Ambasada e Shqipërisë në Beograd, nëpërmjet angazhimit të ambasadorit Bardhyl Canaj, ka treguar një ndryshim të dukshëm në mënyrën e përfaqësimit të shtetit shqiptar jashtë kufive të tij. Roli dhe rëndësia e kësaj pranie aktive janë të shumëfishta, nga fuqizimi i pozitës së shqiptarëve në luginë tek dalja nga kornizat e ngurta të diplomacisë tradicionale. Ambasada shqiptare ka shfaqur një gatishmëri të re për të qenë pranë qytetarëve, për të dëgjuar dhe për të krijuar lidhje më të drejtpërdrejta me institucionet lokale dhe shoqërinë civile. Në këtë kontekst, tereni kulturor dhe ai sportiv kanë fituar një dimension të veçantë. Aktivitetet, nismat dhe iniciativat që po mbështeten nga ambasada në Beograd janë tregues të një vizioni modern, që synon jo vetëm mbrojtjen e interesave të shqiptarëve në Serbi, por edhe prezantimin e tyre pozitiv në arenën më të gjerë rajonale. Kjo qasje bashkëkohore vërehet gjithashtu edhe në bashkëpunimin ndërinstitucional me ambasadat shqiptare në Prishtinë, Podgoricë dhe Shkup. Angazhimi i koordinuar i këtyre përfaqësive përforcon faktin se diplomacia shqiptare po funksionon në mënyrë të sinkronizuar, duke ndjekur objektivat e Tiranës zyrtare për integrimin evropian dhe bashkëpunimin rajonal. Është e rëndësishme të theksohet se Kushtetuta e Shqipërisë, e Republikës së Shqipërisë, parashikon detyrimin e shtetit shqiptar për kujdesin dhe mbështetjen e shqiptarëve jashtë kufive kombëtar, sidomos atyre që janë autokton. Kjo përgjegjësi ka rëndësi të veçantë për luginën e Preshevës, ku shqiptarët nuk gëzojnë të njëjtin status politik si bashkëkombasit e tyre në Maqedoninë e Veriut, Kosovë apo edhe në Maltëzi. Në vazhdën e kësaj fryme të re diplomatike shqiptare, vlen përmendur roli i ambasadës së Shqipërisë në Maqedoni, që sikur çalon paksa dhe sikur del nga kjo frymë me apo pa arsye, kur dihet se pritshmëritë e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut kanë qenë më të mëdha nga ambasada e Shqipërisë në Shkup, që të jetë më aktive në proceset e rëndësishme që po kalojnë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Në paraqitjet publike, deklarativisht, theksohet se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut kanë nevojë që zëri i tyre të dëgjohet qartë në Tiranë dhe po aq qartë të reflektohet në institucionet e Shkupit, por se konkretisht lënë shumë për të dëshiruar në përgjegjësinë dhe misionin e tyre diplomatik. Diplomacia në këtë kuptim nuk është vetëm teknik negocimi, takime me shtrëngim duarsh sa për fotografi, por ushtrim misioni në teren real të asaj që përfaqëson dhe çështje përgjegjësie përkatëse. Publikisht kanë shfaqur anshmëri partijake politike, gjë që është e papranueshme në diplomaci. Jo rastësisht e përmendëm më lart shembullin e ambasadorit zoti Canaj, që operon në Beograd, që koordinohet me komuna shqiptare në Luginë, me Këshillin Kombëtar Shqiptar në Serbi, që respekton institucionet dhe krerët e tyre, pavarësisht nga cila parti vinë, dhe as pak nuk lë hapësira që të ketë anime partijake, si edhe tani së fundi synon që të ketë bashkëpunime të reja me shoqërinë civile që operojnë në Luginë. Aktivizimi i ambasadës shqiptare në Beograd ka marrë një dimension institucional dhe profesional të ri. Projektet konkrete, nismat për bashkëpunim, si edhe realizimin e shumë projekteve, fjala vije panairi i parë i librit Shqip në Luginë, që ishte në qershor të vitit 2025, aktivitetet e muajit të nëntorit në Luginë, nëntor Lugine 2025, dhe oferta e mbështetjes për Këshillin Kombëtar Shqiptar në Serbi, që ofronte bursa falas për studentët Luginas. Pra këto janë dëshmi e një përkushtimi real të matshëm e vlerësues. Kjo është diplomacia që shqiptarët në rajon kanë nevojë ta ndjejnë jo vetëm përmes deklaratave, por edhe përmes veprimit konkret, bashkëpunimit të ndërsjellë
dhe përfshirjes aktive në çështjet e tyre komunitare. Në fund, qasja pragmatike e ambasadës shqiptare në Beograd, në drejtimin e ambasadorit Bardhyl Canaj, përfaqëson një model të ri, të mirë, se si duhet të funksionojë diplomacia moderne, zatën edhe përmbushin detyrimin e tyre ligjor dhe kushtetues. Të jetë afër bashkëkombësve të vet, që të jenë të integruar në shtetin që jetojnë, duke ruajtur shpirtin e tyre autokton dhe identitar. Të jetë efektive në teren dhe në harmoni me vizionin kombëtar për një rajon më të integruar dhe më bashkëpunues.